Të nderuar përfaqësues të medjave, të nderuar qytetarë, Kuvendi Qendror I Lëvizjes Besa me shumicë votash miratoi vendimin për shkarkimin e kryesisë qendrore të Lëvizjes Besa në vazhdimin e procesit të filluar për bashkimin e Vlenit në një subjekt të vetëm. Kuvendi I Lëvizjes vlerësoi se duhet hapur rrugë për strukturimin e Vlenit dhe solli këtë vendim bazuar në moratoriumin e aktiviteteve partijake nga subjektet që përbëjnë Vlenin. Në këtë rast, Kuvendi më autorizoi mua si kryetari I Lëvizjes Besa të vijoj bisedimet për të ardhmen e Vlenit, duke I dhënë mbështetje bashkimit në një subjekt të vetëm, me një zgjidhje që respekton parimin e drejtësisë dhe dëgjon zërin e vullnetin të votuesit të Vlenit dhe të gjithë shqiptarëve. Në mbledhjen e Kuvendit u diskutua gjithashtu puna e funksionarëve të Lëvizjes Besa në qeveri, ku e ndarët e përkran konstatimin tim si kryetari I Besës që Lëvizja Besa ka kapacitet për më shumë punë se sa është bërë deri tani. Analiza e punës së funksionarëve do të vijojë në ditët në vijim, ndërsa konstatimet e gjetura do të reflektohen në ristrukturimin e ardhshëm të qeverisë. Lëvizja Besa vlerëson se postet në qeveri janë mjet për të shërbim tonë sa më të mirë dhe më efikas ndaj qytetarëve, veçanërisht shqiptarëve, dhe të gjithë vendimet e ardhshme do të mbështeten në këtë parim. Ka me gjumë në gjumë Maqedonë? Da,